Sali Berisha kërkon të ballafaqohet me Edi Ramën dhe vendi ideal i ish kryeministit do të ishte salla e gjykatës antikorrupsion, ku pas dakordësisë në SPAK pritet që turpat gjyqësore të vendosin nëse do të thirret apo jo si dëshmitar kryeministri Edi Rama. Thirrri gjykata do shkoj me kënaqësi dhe t'ja bëj e merr vesh se do ta bëj Edi Rama aty. Let vi po të doj. Let vi me tjetë me kamera, ta shojnë të gjithë shqiptarë. Të dalim të ballafaqohemi. Po s'vjen ai. Ai nuk vjen, ai nuk këta i shumëzon me zero, i ka si ushtar. Po e thirrën unë e vlerësoj, atë do shkoj patjetër. Edhe fakti nuk më kam thirrë se po të frasi shkoj, nuk kam problem. Berisha foli para dyrave të SPAK dhe për serialin e radhës Dumani, pasi atë të gjyqtares Gjoka tashmë e shikon të mbyllur. Seriali tjetër është seriali Dumani. Po ne paraqit me publicitet, na thuash diçka para pranë. Po, po është rregull që gjërat anoncohen, duhet bëj transparencë. Seriali Dumani është edhe ai një serial i veçantë. Tani, nëse do kemi një serial Dumani, a e konsideroni të përfunduar serialin Gjoka? Seriali Gjoka u mbyll sepse serialin Gjoka do ta çojnë ta gjykojnë tek gjykata e vet, se gjykata nuk shkon, nuk ndodh kur që njëjta gjykatë të gjykoj personin, por ky është urdhri i Sadush Gjoks, edhe s'kan ç'bëjnë. Ta kështu jo. Sa ju gjykoni që kjo do të ndodhte ende me thirrjen e Kolegjeve të Bashkuara? Jo, ka ndodhur, e ka dhënë te Uzimaj, e ka lëshu kur ja kanë kërkuar. Kurse këtë aja përdor, e di si e përdor gjykatën ai si guzhin. Si guzhin vetën.